Fero po i rikthehet prap muzikës. Pas gati 2 vitesh pauzë, përgjatë së cilave ai i u përkushtua fesë islame, reperi nga Gjilani siç duket ka vendosur të bëjë rikthimin në hip-hop që pritet të jetë me mjaft bujë. Kjo për shkak se në një pjesë të këngës së re, të cilën ai ka publikuar në Instagram, dëgjohet teksa flet për rrethanat jetësore dhe problemet me ish-gruan Arbenita Ismailin. Fero dëgjohet teksa thotë se nuk e ka parë vajzën e tij që 8 muaj, ndërsa i drejtohet me të fala edhe motrës së presidentes Osmani Blerera Osmani, e cila është avokate e Arbenitës. Se kam pa qikën që 8 muaj i qoj të fala motrës së presidentes, ishin vetëm disa fjalitë të cilat Fero i inkorporoi në tekstin e tij. E kjo nuk është e vetmja, pasi që në disa video të tjera që po qarkullojnë në rrjetet sociale, shihet se numri i këngëve të realizuara nga Fero është goxha i madh. Po a e ka pritur audienca dhe fansat e tij rikthimin në muzikë? Kjo mbetet me u pa pasi që Fero zyrtarisht ta publikoi ndonjërin prej krijimeve të veta.